Përshëndetje, miq, ju përshëndes, unë Mimoza Elezi dhe përsëri jam këtu për të vazhduar leximin e vëllimit të historisë së perandorisë së madhe osmane. Sot në faqen 72-73 do të shikojmë sulmin e Fatih Sultan Mehmetit kundra Shkodrës. Rëndësia ishte një nga rrethimet më të përgjakshme në Ballkan. Shkodra ishte një nga fortesat kryesore dhe marrja e Shkodrës do të thonte që perandoria osmane do të ishte zotëruese në mbar Ballkanin. Betejë e Shkodrës ishte një nga betejat më të përgjakshme që është zhvilluar në gjithë Ballkanin, dhe Shkodra ishte fortesa e fundit e venecianëve në Ballkan, ku humbja e Shkodrës, rënia e Shkodrës ishte ajo që do të bënte largimin e venecianëve nga Ballkani dhe do të ndikonte në sundimin e gjerë të perandorisë osmane në bar Ballkanin. Dhe këtu do të shikojmë se si Shkodra në mbrojtje nga venecianët dhe nga shqiptarët për një vit rresht në skamje, në uri dhe në vështirësi shumë të mëdha kundra fuqive shumë të mëdha ushtarake dhe të armatosura shumë më rënd të Fatih Sultan Mehmetit, se si Shkodra rezistoi një vit dhe mbas një viti u detyrua që venecianët t'ia dorëzonin perandorisë osmane. Le të shikojmë leximin se si e ka përshkruar autori. Ky vëllim është përgatitur nga historiani shumë i shquar turk Ismail Hakkë Uzun Çarshëllë, që cilësohet edhe si shefi i historianëve dhe me studimet e tij mbi historinë e perandorisë osmane dhe me këto vëllime që ai ka botuar, gjithashtu është bërë edhe udhërrëfyes për historian të njohur turk, siç është Halil İnancık, që ka qenë edhe profesori i tij, dhe këto vëllime janë bërë dritë edhe për studimin e profesorëve dhe historianëve të njohur të Turqisë. Në programin që kaloi pam sulmin e Fatih Sultan Mehmetit mbas vdekjes së Skënderbeut dhe pam se si Kruja, duke ndetur një vit në 7 rrethim, duke qenë e raskapitur, e lodhur dhe uritur dhe duke pasur vetëm një grusht ushtaresh të lënë nga admirali i venecian, së fundi fortesa e Krujës. Për 35 vite ajo i rezistoi dhe nuk u pushtua, por mbas vdekjes së Skënderbeut, pas një viti 7 rrethim, e lodhur, e raskapitur, ajo u detyrua të dorëzohet. Dhe sot do të vazhdojmë leximin në vëllimin e dytë, në faqen 72 dhe 73, ku do të shikojmë sulmin e Fatih Sultan Mehmetit kundra Shkodrës dhe marrjen e Shkodrës. E hapim librin. Dhe cilësohet. Patjetër që unë e kam përkthyer, sepse nuk e lexoj sepse libri është në turqisht, por ne e kam përkthyer dhe duke shfaqur faqet nga njëra anë, bëj leximin e përkthimit që kam bërë nga ana tjetër. Do të shikojmë sulmin e Fatih Sultan Mehmetit në Shkodër, luftërën e Shkodrës, marrjen e Shkodrës dhe mbas rënies së Shkodrës, vendosjen e taksave për Raguzën, që Raguza ishte ajo mike që e kishte ndihmuar gjithmonë Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Do të shikojmë Republikën e Venedikut me garnizon në Kalan e Rozafës. Do të shikojmë çfarë ndodhi në këtë betejë. Shkodra ishte një nga fortesat e fundit të mëdha venedikase në Shqipëri. Në verën e vitit 1478, Mehmeti i dytë solli një ushtri shumë të madhe dhe artileri të rëndë. Topat osman bombarduan vazhdimisht muret e Rozafës. Mbrojtësit venedikas dhe shqiptar rezistuan për muaj të tërë. Pavarësisht mungesës së ushqimeve dhe sëmundjeve, sultani u largua para dimrit, por rrethimi vazhdoi nga trupat osman. Në vitin 1479, pas paqes midis Venedikut dhe osmanëve, Shkodra ju dorëzua perandorisë osmane me marrëveshje. Rëndësia ishte një nga rrethimet më të përgjakshme në Ballkan, dhe marrja e Shkodrës ishte ajo që shënoi përfundimin e sundimit venedikas në Shkodër. Forcoi kontrollin osman në Shqipërinë veriore dhe mbi liqen. Autori e fillon kështu përshkrimin e fushatës së Shkodrës. Pas marrjes së Krujës, fuqitë e mëdha të perandorisë osmane u nisën në fushatë drejt Shkodrës. Por me që rrugët ishin të vështira dhe transporti i topave ishte i pamundur, u përdorën deve dhe mushka për transportin e materialesh që duheshin për derdhjen e topave. Duke kaluar nga ura që ishte bërë mbi lumin Bojana, pra Buna, u arrit hyrja në Shkodër dhe u realizua shtatrrethimi i Shkodrës, ku filloi goditja me topat e derdhur. Kështjella e Shkodrës ndodhej në një kodër të thepisur, nga njëra anë gjindej lumi i Bunës, ndërsa nga dy anët e tjera ndodheshin rajonet e Dërgoshit dhe Gëlbashit, pra liqenit, ndërsa në jug të saj gjindej qyteti i Lezhës dhe kështjellat e Lezhës që ishin kërcënuese për ushtrinë osmane. Pushtimi i saj ishte i vështirë. Në sulmet e përsëritura të një pas njëshme për pushtimin e Shkodrës,
u pësuan shumë humbje. Për këtë shkak, për pushtimin e saj u përdor një mënyrë tjetër. Dhe këtu shikojmë se si Fatih Sultan Mehmeti, me fuqi shumë të mëdha ushtarake dhe me armatime shumë të rënda, bën sulme të një pas njëshme në Shkodër, por nuk arrin ta marrë atë dhe merret vendimi për një mënyrë tjetër sulmi. Kështu që, si fillim u vendos që të merreshin kalatër për rreth që paraqisin rrezik dhe që ishin kërcënim për ushtrinë osmane. Dhe si fillim u vendos të merrej kalaja e Lezhës, kalaja e Gölbashit, pra kalaja e Liçenit dhe kalaja e Dergos. Ka shumë mundësi që kalaja e Dergos, që përmendin disa dokumente të vetra, të jetën në fakt kalaja e Danjës, Danja, Deja, vrau i Dejës pra. Në disa tekste mesjetare, emri del në forma të ndryshme, si Dagno, Danjo, Danja, Danjum. Dhe në disa transkriptime mund të duket si Dergos. Kalaja e Danjës ndodhet në një kodër mbi fushin e Zadrimës, afër bashkimit të lumejve Drin dhe Kir. Ishte një fortesë mesjetare shumë strategjike, që kontrollonte rrugët midis Shkodrës, Lezhës dhe Kosovës. Bënte pjesë në sistemin e fortifikimeve të luginës së Drinit dhe të Shkodrës. Rreth vitit 1467, pra në shekullin e 15, kalaja ishte një pikë e rëndësishme në konfliktet midis Venedikut, princerëve shqiptar dhe më pas perandorisë osmane. Zona e Danjës ishte për një kohë në udhëheqjen e familjes së Dukaqinasëve dhe më pas u përfshi në luftrat kundër osmanëve gjatë kohës së Skënderbeut. Pas rrethimeve të mëdha osmane në Shqipëri në vitet 1466-1478, shumë nga këto kështjella në zonën e Shkodrës u shkatëruan ose u braktisën. Disa nga kështjellat kryesore rreth Shkodrës ishin këto: Kalaja e Rozafës, Kalaja e Danjës, që kontrollon të fushën e Zadrimës, Kalaja e Drishtit, qytet mesjetar i fortifikuar rreth 15 km nga Shkodra. Se Drishti ka qenë një nga vendet historike më të rëndësishme të Shkodrës dhe ka pasur një nga kalatët më të forta. Pra Kalaja e Dergosit është pushtuar nga fuqitë osmane pak kohë para pushtimit të madh, pra pak kohë para rënies së Shkodrës. Ndërsa kalaja e Gölbashit mund të jetë kalaja e Habjakut ose e Zabljakut, Zablak Nojevica, fortesë në brigjet veriore të Liçenit sot në Malin e Zi. Kjo kishte një rëndësi të veçantë për kontrollin e anës veriore të Liçenit dhe lundrimit. Pra, në këtë mënyrë u bë ndërprerje e furnizimit të Shkodrës nga rrugët tokësore me ushqime dhe materiale të domosdoshme. Pra me marrjen e këtyre dy kalave, njëra nga ana e detit dhe tjetra nga ana tokësore, fuqitë osmane u bën ndërprerjen e furnizimit me ushqim të Shkodrës. Le të shikojmë. Pra, në këtë mënyrë u bë ndërprerja e furnizimit të Shkodrës nga rrugët tokësore me ushqime dhe materiale të domosdoshme. Më pas mbi lumin Buna, nga ku kalohej për në kalane e Shkodrës, u ndërtuan dy kulla në të dy anët e urës dhe brenda tyre u vendosën ushtar. Këto u vendosën me qëllim që të mos lejonin anijet që vinin nga ana detare drejt kalas. Pra, hyrja e çdo ndihme në Shkodër, si nga rruga tokësore, ashtu edhe nga ajo ujore, ishin bllokuar. Këtu mbaron shënimi autor për të vazhduar me pjesën Marrja e Shkodrës nga Padishahu. Dhe shënimi numër 2 thotë: në veprën Tarihi e Bujl Fet të Tursunbeut, i cili e ka përjetuar atë kohë në faqen 169, thuhet se mbi lumin Buna në të dy anët të urës brenda 12 ditëve u ndërtuan dy kulla, duke bllokuar kështu ndihmën që mund të vinte nga deti ditë e natë. Ndërsa në Taxhyt te Vara, vëllimi në faqe 187 dhe faqe 565, shkruhet se përballë kalas së Shkodrës u ndërtua një kështjellë e cila përsërit shkrimin e Ashik Pashazades që edhe ai thekson të njëjtën gjë. Pra, si shikojmë, në 12 ditë fuqitë osmane kanë arritur të ndërtojnë dy kulla mbi lumin Buna dhe këto dy kulla që janë të pajisura me ushtar kanë funksionuar për të bërë ndërprerjen e kalasave dhe të Shkodrës me ushqime dhe ujë, pra duke lënë vendin dhe ushtrinë në varfëri dhe në mjerim, pa ushqime dhe pa ujë, bën që të jenë të raskapitur dhe të lodhur dhe në varfëri dhe mos të kenë më mundësi që t'i përballojnë këtyre sulmeve, kështu që ky sulm ka zgjatur veç një vit dhe mbas një viti nga venecianët është detyruar që të dorëzohet kalaja e Shkodrës. Tani në pjesën që do të vijoj do të shikojmë marrjen e Shkodrës nga Fatih Sultan Mehmeti.
Pra të shikojmë shkrimin mbi marrjen e Shkodrës. Fatih Sultan Mehmeti, pasi I mori këto masa, pasi ndërpreu rrugët e furnizimit me ujë dhe ushqim, si nga ana ujore, ashtu edhe nga ana toksore, pasi pushtoi disa kala rreth Shkodrës, pasi I mori këto masa, Fatih Sultan Mehmeti, duke lënë komandantin Ahmet Beun, të birin e Evrenozit në krye të 40.000 ushtarëve të ushtrisë akëngjive së krahut shqiptar, sultani vet me ardhin e dimrit u kthye në Stamboll. Mbrojtja e kalas së Shkodrës ra në një gjendje shumë të vështirë për shkak të bllokimit të rrugëve dhe të furnizimit nga ana detare. Për të mos pësuar dëme me pasuri edhe në jetë, në këto kushte, ato që nuk dëshironin të qëndronin, ju lejoi të largoheshin sipas dëshirës dhe kështu që populli duke ngelur në varfëri, në mjerim, në skami dhe në uri, pra lejohej që të largohej dhe kështu që Shkodra u dorëzua dhe ra në sundimin Osman. Shkodra u mor 6 muaj mas kthimit të sultanit dhe kjo daton në vitin 1479. Pas dorëzimit të Shkodrës, ju dha fund luftës që kishte vazhduar prej 16 vitesh ndërmjet venecianëve dhe osmanëve, si dhe të kryqëzatave që ndërhynë herë pas here. Venediku, I cili e kuptoi se vazhdimi I luftës do të ishte edhe më I dëmshëm për ta, gjithashtu kishte humbur shpresat dhe tek aleatet e tij, kështu që u detyrua më së fundi të bënte paqe me osmanët. Kështu e përfundon autori shkrimin mbi marrjen e Shkodrës dhe vazhdon shkrimin me një paragraf të shkurtër mbi taksat që I vjen Raguzës. Pas pushtimit të Shkodrës, ndër robët të nxënë u gjend edhe një komandant I Raguzës. Për këtë arsye, u rritën taksat ndaj Raguzës. Marrëveshja e Raguzës me venecianët dhe Skënderbeun për të dhënë ndihmë ishte pikërisht kjo. Pas kësaj, Raguzës ju morën 8.000 dukat dhe u vogjoba 10.000 dukat. Në Shqipëri, disa qytete që ishin marrë më herët dhe më pas kishin dalë nga dora e sultanit, në kohën e sultan Bejazitit të dytë u pushtuan tërësisht, ndërto ishte edhe Durrësi dhe Tepelena. Ky ishte vëllimi I dytë I vëllimit të historisë së perandorisë së madhe osmane I përgatitur nga Ismail Hakkë Uzun Çarshëllë. Patjetër që edhe në vëllimet e tjera në pjesë të ndryshme kemi shkrime që flasin përsëri mbi pushtime të ndryshme dhe mbi kohë të ndryshme të sundimit osman, qoftë edhe në Shqipëri. Por ky ishte përshkrimi që në vëllimin e historisë së perandorisë osmane është bërë përmbledhja mbi luftat që janë bërë me Shqipërinë dhe mbi rënien e Shqipërisë. Programet sidomos me pushtimin osman dhe mbi gjëjen e Skënderbeut do të fillojnë edhe nga autorë të ndryshëm dhe libra të ndryshëm, por gjithashtu do të shfaq për ju edhe shkrimet që përmbahen në defterin Arvanitas mbi gjendjen e Shqipërisë në atë kohë, sidomos të Sanxhakut të Dykagjinit, që janë disa fshatra që I përkasin rrethit të Pukës, të Tropojës, të Mirditës, të Gjakovës dhe rreth, përbërja e tyre fshatrave, popullsia e tyre fshatrave, sa familje kishin ato fshatra në vitet 1500, sa ishin të krishterë dhe sa ishin muslimanë, sa taksa paguanin, pra si mbas përbërjes së arkivës ato që kam në dorë. Faleminderit për ndjekjen dhe mirupafshin. Pra, e cilësoj që programet e mia mbi çështjen historike, mbi çështjen e dokumenteve arkivore dhe mbi çështjen e shqiptarëve të Turqisë shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit, ndërsa programet të tjera me tema të ndryshme dhe programet të tjera me aktivitete të ndryshme janë në ditë të ndryshme sipas temës, ditës dhe ngjarjeve që pasojnë. Faleminderit për ndjekjen dhe mirupafshim në programet e ardhshëm që të shikojmë fshatrat shqiptar të viteve 1500. Pra ato që kam, por në të ardhmen do të mundohem të bëj sa më shumë programe të tilla me burime të ndryshme historike. Faleminderit dhe mirupafshim.